Tani unë do i bëj një pyetje gati cinike dhe po doni quajeni edhe gati të poshtër. Ore, mos kishte LSI-a 74.000 vota. Kur LSI-a nxori 4 mandate, mos kishte 74.000 vota në 2005, në 2009 më falni. Mos janë votat e LSI-s ato që veçuan ndonjë nga ato partitë e reja, partinë e Tosumit për shembull. Mos ka patur një marrëveshje për ta matur partinë e Tosumit, duke futur deputetët e sigurt të Ilir Metës në listën e PD-s, por nga ana tjetër për me mat strukturën e LSI-s. Po bëj një pyetje kështu, poshtër. Por tash kur ata luajnë poshtër, pse mos t'i zbërthejmë edhe ne poshtërsisht? Po 74.000 vota. Eksaktësisht 74.000 vota kishte LSI-a në 2009, kur mori 4 mandate. Por e këto mandatet e këtyre partive të reja, këto 4 mandatet e këtyre partive të reja, nuk ju duken si mandatet e LSI-s? A? A nuk është trafikim në marrëveshje i votave të LSI-s? Se PS-ja dhe PD-ja kanë ruajtur nahijet e tyre në mënyrë spektakolare, gati të befasishme. A do mendoni për këto gjëra? Ndonjëherë dashur qytetar shqiptar? Apo do shani njeriu që përpiqet t'ju zbërthejë të vërtetën, t'ju thotë të vërtetën? Pra, a do turreni kundër meje për të më sharë mua? Apo do filloni të reflektoni kur unë përpiqem që t'ju zbërthej atë të vërtetë që unë për vete them se kam 5 vite që ja them çdo ditë pa pushim.